Dhoma Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me revistën Monitor organizoi një konferencë për të diskutuar programet ekonomike të forcave politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues nga Partia Demokratike dhe disa parti të reja, ndërsa Partia Socialiste mungoi për shkak të angazhimeve të saj politike. Partia Demokratike përfaqësuar nga Jorita Tabaku dhe Dorian Teliti theksoi vendosjen e një kodi fiskal të qëndrueshëm si dhe taksën e sheshtë për bizneset. Më konkretisht, për sa i përket edhe pyetjes tuaja konkrete, për sa i përket nivelit të taksimit, neve jemi të filozofisë kemi qenë, jemi dhe do të jemi të paktën për 20-25 vjet të ardhshme me filozofinë e taksës uli dhe taksës sheshtë. I rikthehemi taksës së sheshtë mbi të ardhurat, duke aboluar menjëherë për 100 ditëve të para taksimin progresiv për 23%. Parimi kryesor i të gjithë paketës fiskale, por njëkohësisht edhe modeli të ri ekonomik që Partia Demokratike propozon është pikërisht qëndrueshmëria. Legjislacioni fiskal në këto 12 vite ka ndryshuar 60 herë. Ligji i procedurave tatimore ka 149, ka ndryshuar 180 herë deri më sot. Ndërkohë, Partia Mundësia përfaqësuar nga kryetaria Grosheaj ka në fokus uljen e shpenzimeve të administratës publike. Vizioni ynë është një shtet i vogël, sigurisht taksa më të ulta. Si e shoh për të qenë më le të themi më konkret, dakor? Po, propozimi ynë kryesor që vlen për të zgjedhje, po do vlej për gjitha zgjedhjet nga sot dhe në vazhdim, është të kemi një administratë që kushton më pak. Ne, shteti shqiptar harxhon 8.2 miliardë euro, dhe po të pyesim qytetarët shqiptar nuk thënë asgjë. Absolutisht. Një vëmendje të veçantë në këtë aktivitet ju kushtua dhe tregtisë së jashtme të Shqipërisë. U theksua varësia në rritje nga importet, ndërsa kërkua më shumë mbështetje për sektorin bujqësor, i cili po jep një kontribut gjithnjë më të vogël në prodhimin e brendshëm bruto të vendit.